Profeti Daud a.s. paqja e Zotit qoftë me të, qante dhe pëshërëtinte, o Zot. Derisa e pyesin dhe i thonë, pse qan kaq shumë dhe pse lëngon kaq shumë. Sot thot neve thot mundemi thot të qajmë edhe të lotojmë thot për gjunafet edhe për mëkatet tona dhe për gabimet tona, dhe t'i pendohemi Allahu xhaleshanu dhe na bën shumë dobi. Ndërsa nesër do të vi dita kur qëndrojmë para Allahu xhaleshanu dhe i shohësh që si ke punët edhe llogaritë në rregull, do qash po s'të bën dobi, do lëngosh, edhe do qash me të nesër, po nuk bën dobi. Sot është dita që njeriu mund të reflektojë, dhe sot është dita që njeriu mund të bëjë analizë dhe mund të përmisojë me veten e tij një raport që nuk e ka ashtu siç duhet, ta rregullojë. Dikush që mund t'i ketë hyrë në hak, t'i kërkojë hallallik. Dikush që mendon se mund të jetë më mirë me të, t'i fali më mirë atij, patjetër, pse jo? Në raport me Allahun xhaleshanu, nëse si aty ku duhet, përmiso sa të mundesh, sepse njeriu që nuk mundohet përmisoj veten e tij, mos mendo se rrin në një nivel, o do shkosh përsipër edhe do rregullohesh, do përmisohesh, pra je njeri që rregullon veten, ose je duke degradu, duke shku për poshtë, nuk mund të rish stabil, nuk ka stabil. Kjo jetë është përpjekje o për mirë, ose të merr pastaj rutina dhe e keqja, Zoti na ruaj.